E nisit me fitore fazën e tretë profesor Urime. Faleminderit. Pak e vështirë, por E vështirë. e merituar sipas jush? E vështirë. Po tjetër që e meritum. E meritum edhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë. Pavarësisht se i la me Ignatius çarkullimin e topit, u rujtëm mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum kjo gjë që më gëzon. Dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikë. Është një lloj konfirmimi për sot kjo fitore nga Ignatius për vazhdimsi. Dhe mu më gëzon fakti që lojtarët damtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kanë dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thashë janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vinë nga dëmtimet, po marrin gjendje, nuk duhet i sforcojmë të fusim para kohët lojë, sepse mandej dëmtona shumë. Sa rëndësishme është edhe në aspektin psikologjik, profesor, kjo fitore ndaj Ignatius, duke qenë se keni dëshmuar superioritet në 3 sfidat me këtë kundërshtar që mund ta keni sërish kundërshtarët në final. Jo, ne faktikisht me kundërshtar direkt kemi më anelt, si do them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash shumë e rëndësishme është kthimi i lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojës dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë. Janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ato do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Pikë sot pamë edhe një rrithim burie, agresiviteti, dëshirë këtë agresivitet, dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Por thash, gjendja fizike, mas damtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bua, sepse mendja dhe forca janë 2 gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bua një gjë të tillë kur gjendja fizike mungon atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe lufta djemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, me gjitha të dëmtimet që kishim, tash s'na merr gjatë të rekuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Patet paksa ndryshime në emrat e formacionit, Bismarck nga minuta e parë, Kastrati e nisi nga Stoli. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithë secili për me hime luajt nga fillimi dhe vehem vështirësi, unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë dhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vënë vështirësi kemë fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush luan, kush nuk luan, por të rëndësishme e ka kush fiton ndeshje. Apo shikon skuadra mundësinë për të ndërhyrë në merkato? Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më lanë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këtë ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do dhe nga data 20-21-22 presim një lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm këtu me mua në lojtar që na shërbej. Çfarë pakti për sot? Po tash me thonë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fus sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do ta kishte bë mirë. Edhe diçka tjetër, kolegu juve trajneri Ignatius Tetova pati ankesa për gjykimin. Cili është komenti ju? Se nuk e kam ni, unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit janë bërë mod të shtisoj e humim. Unë s'po është një gjë që mundem i thane Albir Biles, nuk e di, e ka gjyku ashtu, mund të kanë po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshja radhës? Ndeshje e fort, mas 4 ditëve, lusim kundër Dinamo, se ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është një pikë mas nesh, por mundet nesër me barazu, me fitu, mund t'jena prep atë të jena 2 rival direkt, që
luftojmë për trofe. Do jetë në ishe e fort, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashku, ashtu do të shkojmë në Tiranë, mandej Zoti e din si më doja.